Nga profili e zbuluar se kush është mysafirja e natës së sotme, kam derin kënaqësinë ta kem aktorin e mirënjohur. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Unë kam lindur në Prizren. Si fëmijë kam qenë sherr, bile sherr i madh. Vetë kam qenë e vogël për fëminis, edhe kam met çashtu, po sherrin e kam pas shumë të madh. Isha të shku me motrën në furrë të babas, e kam pas babën buk pjeks, me pjek shtalba. Edhe rrugës kom asë më thu, edhe jam rëzu, jam për gjak. Edhe jemi këthy në shpi. Ty u këthy në shpi, aty në mahal tonë, ishin ullë 3 djemë, këjshi, ma të mëdhaj se une, pak ma të mëdhaj. E këm kanë patë për gjakun, thanë, hikim se ku ka rre me dikon kjo. Ajo motra e me tha, jo, mos hikni se orëzu osa ka tu. Ata u këthy në ullën, unë për i nati sulmova, ata hikën, s'pata shka me bëj, mora do gure, ja u theva dritaret. Po kur s'ka mendu e për aktorës e, jo që se kom dasht, po ka mendu që për aktorët duhet me qene gjate, bukur. Të kujtohet roli parë që keni luajtur? Po, edhe prind. Baba si shkunder, po nana i shkunder shumë. Edhe nuk u qeshe. A më ziglojshin, a folshin gjithë shka artistat për rrëth me e une heq. Kur erdha e sen fillova me qesh, as nuk disha monal bile. Zënja lezë vetëm që kujtojmë më miqë dhe shikuesve tanë se emisioni urban është emisioni drejt për drejt dhe gjithë ju të cilit keni dëshirë të bëni ndonjë pyetje për mysafirin e ftuar në studio, këtë mund ta bëni te Facebooku i televizionit Glob, është televizioni Glob, pra Facebooku apo fanpage i televizionit, ku ju dërgoni pyetjet e juaja në lidhje me mysafirin dhe ne lexojmë drejt për drejt këtu nga studio televizionit Glob. Kisha pas shef më lujtë, me lujtë edhe njerë gjylen, jo për diçka, po pse i kam gjithë ata kolegë të gjeneratës sime, kam pas aty, e për atë kisha pas dëshirë ndoshta edhe njëherë me lujtë atë. E është shumë ma ranë me lujtë komedi se sa dramë. E më kujtosh ti mu prej Anës Frank, shumë më ka pëlqyja e shuaqi. E unë e aqë u gëzova sa që i thash, njerës nuk e pas kanë harru. Në atë kohë si e kanë pas, shka kanë pas, në scenë kanë kujtu që është e vërtetë, bëjmë edhe njëtë private. Që tash për tash, e kam për zemër një nip temin që se ndroj me kur gjonë botë. Merëm me kuzhinë. E në kuzhinjere mirë kështu? Po dhe atë e bëj me dashuri. Ndoshta për atë edhe, ashtu më thoshte burren. Shumë rallë bëna nervozë. Në shpe bëna nervozë, di. Po vetë, e ha vetën e... Më kruhet kryt, po nuk e shprej para dikuj. Kur se shprej? Po dukeni, thot një pyetje tjetër në shikuesit tonë, thot po dukeni shumë e bukur dhe sonte si gjithmonë. Ku është sekreti i bukurisë tuaj? Buskuqi. Fort se du grimin, se ka dashtas gjevati, e sot pak jam. Po do keni shumë bukur si gjithmonë, zënja Leza. Ja, pak jam, vajza më kanë reqë. Oke, një pyetje radhës është, thot, a mund të adim sa vjeçar jeni? A, po, qysh jo, mëre. Sa po me më një që jam? 57 vjetë punë kam. Unë kam 76 vjetë. E demokracia duhet me pas një kufi. Te na s'ka kufi demokracia. Zënja Leza, ne kemi pyetje të shumta të cilat na dërgojnë shikuesit tam, por kemi kohën e limituar pasi që pas pak do të vjen edhe emisioni Kuvendi, emisioni i cilin e drejton kolegi Plumbi. Do donim një mesazh për fund për gjithë shikuesit të cilët na ndjekën deri në këto momente të që ishin me ne. Pasi që minutat tonë ikën shumë shpejt. Mesazh për mua është vetëm dashuria. Sa ma shumë dashuri, miqve, shokve, fëmijëve, dashnorëve, burrave, grave. Vetëm ajo njeriu e nalë prej të këqijave. Agnesa, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion e televizionit Glob. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se u gjej. Spektakli Miss Kosova kur unë kam fituar këto 2 bursa.
edhe me që kanë fituar në 2 fakultete, atëherë kanë vendosur që të studioj paralelisht në të dyat. Sa është profitabil puna një modeli apo puna një misi në Kosovë? Nuk është shumë profitabile duke e parë që jemi një vend shumë i vogël dhe tregu është shumë i vogël, nuk ka shumë organizime. Më është premtuar për Miss Kosova një makinë që s'është realizuar. Është kënaqësi gjithmonë kur kam intervista, sidomos kur kam edhe pyetjet e shikuesve. Pjesën e gatimit e keni heqa. E kemi edhe gatimin që bëu gati në recetë. Për kafe po premtoj, me pi kafe po premtoj, ju gatu. Në kuzhinë kështu, bëu gati edhe për një recetë Agnesa. Agnesa ishte kënaqësi që ishte sonte me ne, kemi kaluar shumë mirë së bashku. Faleminderit për kohën që nda dhe që ishte sonte me ne. Shemi mirëmbrëma dhe mirëserit në studiot e televizionit Glob, gjithsesi tek emisioni urban. Mirë se u gjeta. Që se është hera parë pendive të kështu pak ma si në shtëpinë time. Që thonë edhe lena ta rajnë popullin. Raje sa të duash, nëse mund është raje. Gënjeje. Gjamadani via via, është Kosova, o është Shqipnia. Në të bëni pak një pika të shkurta ku jeni lindur, kështu t'i që. Një biografi të shkurtër. Unë kam lind me një fshat e ko emnin Vukovc, ajo është një fshat mes Komaranit e Lapushnikit. Ta shukët e mi më thënë, qysh erdhe pej Vukovcit e drejten pej tënë. Dhe më thonë atje i kerue lëpt e tani erdhe kon pej tënë. E ku mbo humor ma shënë për kafe. E pranoj se atër kemi ru gjonë zbashku, i kishë për shamë dykush i kishë delet, dykush lëpt, bollicat. E une me qëllim i mersha për shamë edhe ishte isha ma shpejt në Detelin ose në Kalamaj, me hungur ma shpejt, mu ngi ma shpejt. Mu shumë më ka ndihmu, thashtë ma por, motra. Mjek që më kanë thonë, rasjen të ty të ka pështu, tha, sporti. Faleminderit shumë, ishte ndër dhe kënaqësi se ishëm safiri jonë. Faleminderit. Po pra miq të dashur, jemi kthyer tashmë në studio. Peshin se kam ftuar për natën e sotme, kam nderin dhe kënaqësinë Gjystë Vulaj. Gjystë mirëmbrëma dhe mirë se erdhët tek emisioni urban të televizionit Glob. Mirë se u gjeta. Mirëmbrëma themi të gjithë teleshikuesve që po ndjekin në këtë moment. Kam vrapuar rreth rrotull deri në shtëpiat Kojshis për me nxan sa ajo vrapote më shpejt se unë. Edhe kur e kam nxanë e kam prunë si thonë nën çesmell, ja kam lëshuar çesmën komplet për ujë. Tira jena pas bëm me një fëmijën e Kojshis, kena marrë shkrethat me shkomendez sonën. Kena dashur të provu duhanin faktikisht cigaret, po këtë kohë kam gjezuar domethënë duke pas studio dhe sukoli kompozitor thash hajt për çefi. Jo se kam ndëruar se jo domethënë kam bëni yll. Më ka pëlqyer më shumë me lut me kuklla etj, përgjithësi domethënë fëmijë jo i probleme. Fundja kërkosh smunat më detyru me këndu diçka që ti nuk don, kështu që në fillim atëherë e kom pat nevojshme si me një farë mënyre si letër njoftimi imi me qenë një album ku njerës me u informu për stilin tim, zanin, nuk ke mundësi ku me ditë sa me pas atë famën, sepse rastis që dikush më shem mu çdo ditë edhe... Kam lind në Prishtinë, por kam jetu në Magure, kam pas shoqërinë e fëminis, kemi lujt, një kohë kam dash shumë futbolin. Okej, në rregull, s'po ka Ministria e Kulturës me dhëmë, po këta s'preformojmë bili ligjin me bo firmat, nëse një kompani e madhe financon një film me u liru nga tatimi, bile atë po hiç, kjo është sikur një inat mes vete. Gjendje kaluan 11 vjetë, kanë me kaluan 11.000 vjetë, si më gjendje me realizu një film për atë njeri që dha jetën për këtë vend. Ko pas kohë. Ishte vështirë t'ja rëmbër zemrën Meritës? Po ka qenë vështirë sepse Meritën e kom pas gjithmonë krah djathtë prej që jo, sepse ka qenë profesioni tim. Kemi përkrahë, kemi shkëmby ideja të ndryshme, normalisht kemi nga një edhe mos përputhje ndonjë fjalë as është kështu, po ato janë pjesë e jetës, por kryesisht jemi me një, si thojmë në gjuhën filmike, me një linjë dramaturgjike. Për vlera gjithmonë flitet. Edhe është një fjalë popullore thotë mas kalit madh quhet shumë pluhur gjithmonë. Alel, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi se ishte kënaqësi për ne që sonte ishim safiri i ftuar. Kënaqësia ishte edhe për mua që isha në mesin tuaj, në mesin e televizionit tuaj, unë ju uroj punë të mbarë, suksese të mëdha dhe shikuesve të juaj dhe gjithë shikuesve të tjerë, unë i falenderoj si çdo herë, sepse i kam përkrahur gjithmonë veprat e mia, filmat e mia dhe unë jetoj me ta, do të jem për ta dhe do të vdes për ta. Faleminderit shumë. Ata miq të dashur, gjithë ju të cilët nuk keni pasur rastin ta ndiqni këtë emision nga fillimi, ju kujtojmë që këtë mund ta ndiqni reprizën nesër nga ora 13. E ne po ndahemi këtu duke uruar një vikend të këndshëm. Takohemi ditën e hënë. Deri atëherë, mirëmbëngjes.